Jemi vetëm në ditën e dytë të Ramazanit të bekuar dhe Islamic Relief Kosova ka filluar implementimin e projekteve ashtu siç e kemi praktik, ashtu siç na vijnë donacionet edhe e bëjmë implementimin e tyre. Vetëm dje dhe sot kemi realizuar mbi shpërndarjen e 2000 iftareve, mbi 500 pako ushqimore dhe i kemi hapur 2 bunare vetëm për këto 2 ditë. Dhe kështu do të vazhdojmë edhe në ditët në vazhdim të Ramazanit të implementojmë projektet njëkohësisht ashtu siç na vijnë donacionet. Këtu aktualisht jemi me përgatitjen e iftareve të cilat do të vinë në familjet me fëmijët tim të i marrin, të cilat do t'i konsumojnë në familjet e tyre, janë ushqime të ngrohta dhe kështu siç jemi në Prishtinë, jemi në Mitrovic, jemi në Zgjelan, jemi në Pej, jemi në Prizren, Ferizaj, Podujev, Lipjan, atje kudo që kemi jetem, jemi duke i përfshi me iftare të gatshme, po ashtu dhe me pako ushqimore. Kushdo që dëshiron që me qenë pjesë e shtrimit të sofrave të familjeve jetem me iftare, e ka mundësinë ta bëj këtë përmes Islamic Relief Kosovës, duke paguar një iftar prej 5 eurove për një jetem ose për familje që është në vlerë prej 20 eurove, dhe këtë mund ta bëni lehtësisht në zyrët tona, në llogarinë tonë apo në webfaqen tonë që është islamicreliefkosova.org. Aty mund ta zgjedhni projektin e iftareve ose pakove ushqimore dhe të kontribuani të na bashkoheni në këtë nismë të mbarë që planifikojmë që në baza ditore nga 1000 iftare deri në fund të Ramazanit t'i shpërndajmë për krejt familjet tona me fëmijë jetem. Allahu ju shpërbleft për kontributin dhe mbështetjen tuaj.